Në gjykatën e posaçme është zhvilluar këtë të hënë seanca në themel për dosjen e shumë përfolur të ish presidentit Ilir Meta dhe ish bashkëshortes së tij Monika Kryemadi. Ky proces, i cili ka në fokus aferën Çezdia dhe lobimin në SBA, ka nisur me tensione dhe deklarata të forta politike nga ana e kreut të Partisë së Lirisë. Sapo ka hyrë në sallën e gjyqit, Meta ka përshëndetur me simbolin e shqiponjës dhe dy gishtat lart, duke thirrur Shqipëria e shqiptarëve. Nga pas xhamit ku u shfaq për herë të parë publikisht që pas arrestimit të tij në tetor të 2024-s, ai ka sulmuar ashpër hetimet e prokurorisë së posaçme, ndërsa ka kërkuar me ngulm që seanca të transmetohet live për të garantuar sipas tij transparencë të plotë para qytetarëve. Gjatë seancës nuk kanë munguar as përplasjet mes mbrojtjes dhe trupës gjykuese. Avokati Kujtim Cakrani kundërshtoi mbajtjen e ish-kreut të shtetit brenda kafazit të qelqt, duke cilësuar këtë si një trajtim të papërshtatshëm për vitin 2026. Megjithatë, gjyqtarja Leva Deda kërkoi respektimin e rendit procedural, duke ndërprerë mbrojtjen me argumentin se nuk ishte momenti i duhur për pretendime të tilla. Sepse është e papranueshme, sot në vitin 2026, Shqipëria kërkon të aderojë në Bashkimin Evropian të mbajë kafazin e mbyllur presidentit. Atëherë, dhe kjo është kërkesë që në gjyqtarë të talëzimi në moment të avitë. Në momentin e kur procedural. Është momenti sepse është momenti i avitë. Unë lutem jemi në proces të parë. Është momenti tani që të talëzimi sepse nuk është momenti tani. Unë po momenti i këtu dhe po një standard. Mos të duhet të kafazin e qelës. Pas debateve fillestare, çështja u zhvillua pa praninë e kamrave. Në sallë ishte e pranishme edhe Monika Kryemadi, jashtë ambienteve të GJKO-s, mbështetës dhe përfaqësues të Partisë së Lirisë u mblodhën në shenjë solidariteti me liderin e tyre, i cili akuzohet për korrupsion pasiv, pastrim parash, si dhe fshehje të pasurisë.